Le të plasim fambullën e parë në ekran. Tani le t'jo. Se du ma fillosh ti apo grupi si informacion si fillim? Ma jep do si informacion njërë si lajmë? Si informacion është ish zëvendës drejtori Dhe kohën kur ka i ndodhur? burgjeve, Agim Ismailaj, është paraqitur Ish zëvendës drejtori i burgjeve. Apo ish drejtori? Ish përgjithshëm i drejtori i burgjeve. burgjeve. Ah, dakord. Si ka emrin? Agim Ismailaj. Ismailaj. Po. Është paraqitur në SPAK, sot është vënë nën hetim nga SPAK-u, ka qenë edhe më herët. Dyshimi është që së bashku me Sot ka ndodhur, është lajmi i fundit. Po. Dyshimi është se po flasim për një sulm kibernetik të datës 12 mars të këtij Këti viti, ndaj prokurorëve të SPAK-ut. Dyshohet ka pasur një ndaj tentativë. prokurorëve të SPAK-ut. Po, Apo ndaj dyshohet. SPAK-ut si, kur thua dhe prokurorëve e ke fjalën prokurorët saktuar? Shkon të SPAK-u, qëllimi me aq sa dim deri në këtë moment ka qenë për të shkuar tek adresat e emaileve të prokurorëve. Ka njoftimi zyrtar që ka dhënë vetë SPAK-u, thotë nuk është hyrë në rrjetin e brendshëm. Pra gjehen dyer të vogla dhe pastaj nga një derë në derën tjetër futesh deri te dosi dhe gjërat e tjera. Kështu është pak a shumë hakerimi se si funksionon sipas ekspertëve. Qartë. Këto kanë gjetur një derë me ç'duket dhe kanë dashur të shkojnë tek adresat e emaileve. Ka pasur një tentativë sipas prokurorisë së posaçme për të shkuar edhe deri tek Altin Dumani, tek adresa e Altin Dumanit. Nuk dihet se çfarë kanë marrë, nuk dihet dhe ka pasur edhe një urdhër për të mos dalë dhe për të mos u shpërndar ato që janë marrë nga ky grup deri në këto momente. Dhe ajo që dim është që sot Agim Ismaili është vënë nën hetim bashkë me 2 persona të tjerë. Kush janë 2 personat e tjerë? Edhe këta janë zyrtar? Po, janë zyrtar. Njëri është i zyrtar i burgjeve, pa i drejtorisë burgjeve, bëhet fjalë për Vartës, pra ka qenë vartë i këtij. Zambak Gjoni, po, dhe tjetri është ish punonjës i Inspektoratit Mbrojtjes Territorit Arnold Drokaj. Bëhet fjalë që ky i fundit e ka mundur të bëjë arkerimin, duke dhënë zyrtarit tjetër, pra zotit Gjoni, dhe më pas është ky që ka dhënë zotit Ismaili të dhënat që janë marrë nga hakerimi i 3 kompjuterave Çani, konkretisht 3 prokurorëve, bëhet fjalë për prokurorët e posaçëm Bear Dibra, Enkeleda Milonaj dhe Elida Kaçkini. Tani një sekond. Mbaj mend këto emra. Po. Te këto 3 emra, dim që çdo dosje kanë pasur këto? Pra këpo dosje kujt kishin nga këta zyrtarët e lartë? Enkeleda Milonaj dhe këta 2 të tjerët? Jo, Në atë kohë? këtë nuk kam. Se duhet dim këto për të kuptuar pse janë futur tek këto. Më atë që flitet dhe që ka marrë në vesh nga burime, bëhet fjalë duket për një procedurë tenderimi mos gaboj cateringu i ushqimeve gjatë kohës që zoti Ismaili ka qenë drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Dhe bëhet fjalë pikërisht për shkelje brazien, tendra dhe ndërhyrje. Tani marsit me Për të paraprirë hetimeve dhe për ditur okej. dhe për ditur se çfarë po ndodh. Do të kuptoni se çfarë kishte brenda. Do të kuptonin me këto në mënyrë që të gatisnin mbrojtjen dhe kanë bërë hakerimin e Tani prit një sekond. Jam kurios ta di. E parë, kam 2 gjëra këtu, tani nuk do të më shpjegoj Sebi apo ti, Marsit. Unë po hedh një si pyetje. Një e para, kjo ka ndodhur 1 muaj pas arrestimit të Erion Velis. Kjo tentativë hakerimi. Po. Në mars, është shkurtu arrestua Velia. Po, në mars të këtij viti. Pra 1 muaj pas arrestimit të Velis. Po, 20 shkurt ka qenë arrestimi i Velis. Pra. Bukur. Një, kjo është koincidencë apo ka ndonjë lidhje? 2, që është prapë është një pikpyetje e madhe. Ç'duan Sebastian Marsit, po fillon nga ty Sep, që se nuk e di ti e thot Marsiti. Çfarë do, pra, pse duhet të jetë drejtori i burgjeve, ishte drejtor në atë kohë? Po. Që ta hakeroi SPAK-un. Pra, e ka bërë për llogaritë të njeriu brenda në burg, apo ka bërë për llogaritë vetën? Marsiti pak më parë, la të kuptohet që mund të jetë për këtë gjë. Se ai ka qenë vetë, ka pas dyshime që për një tender. Mund të fillojnë po procedura e hetimit ndaj tij për realizimin e një tenderi. Ka pas info. Po, të dhëna. Të dhëna. Sebastian, ti si mendon? Marrëzia nuk ka brirë. Ja, këtë se vën dyshimun. Duke qenë se marrëzia nuk ka brirë të shkosh dhe të hakerosh institucionin ndër më të mbrojtur dhe më të rëndësishëm në Shqipëri. Të ndërtosh një skem për të shkuar për të marrë informacione, qoftë edhe për hallin tënd personal, dhe të gjesh 2 persona të thjesht, po themi, të cilët cilësinë e hakerimit mund ta kenë të mirë, por kur ne e dim që Po këta 2 persona të tjerë ishin 2 vartës të këtij Agron Ismailit apo jo? Dyshimet janë që kishin njohje. Njëri është vartës, tjetri është në një institucion tjetër. Dhe këta që të hakerosh do të marrësh vesh nga këto, pra nga teknologji, nga IT-ja. Edhe në qoftë se merrnin vesh nga teknologjia, po flasim për një sistem të sofistikuar në një prej institucioneve më të rëndësishme të Shqipërisë. Sofistikuar përdesa kanë rritë të futen në burg.
Po sistemin e brendshëm nuk janë futur. A nuk janë futur sistemi i brendshëm? Sepse janë disa dyer që duhet kalosh, firewall e tjerë, dhe nuk është futur në sistemin e Sa dyer kanë kaluar ta? Dyshimet janë që është vetëm te një derë që kanë arritur që... Se me porta është, ke drejti, me porta është ku futesh aty. Hap një port, pastaj një port tjetër kështu me radhë. Dyshimet janë që mund të kenë shkuar deri tek një derë. Aty pastaj është dhënë, si thua, janë këto alarmet që shohin këto hakerat ose ekspertët e IT-s e tjerë dhe është ndaluar gjithçka. Por, siç e thash në fillim, është bërë gabim titulli atje, në fakt nuk është faji Ledjes, është kush e hakeroi. Në fakt kush e hakeroi. Po të ma mire kemi, ose nuk është gabim, kush e hakeroi, po. E të shkuarën është, po. Kush e hakeroi? Në rregull jemi, po. Si rregull është? Po, është një thyerje, po. Dhe në këtë sens, ajo që mundohem të them është edhe në qoftë se e ka bërë për llogaritë dikujt tjetër. Të jysh një akuze e cila të fut në grup kriminal, e cila më pas varet se çfarë... Sepse janë futur grup kriminal ta. Po dyshim është për grup kriminal. Se janë 3 veta. Kanë dhe një qëllim. Më shumë se 2 quhet grup kriminal? Dashja. Po, 3 e sipër. 3 e sipër. Dashja në vetë është një nga elementet kryesorë të veprës penale. Si dashja? Qëllimi, dashja. Pra bëhemi në të 3 bashkë për një qëllim të përcaktuar. Ana subjektive, më falë, ndërhyrje, ka të bëjë me qëndrimin psikologjik ndaj veprës penale. Dhe si e kryen ti atë, e bën me dashje, duke i dashur pasojat e saj, e bën për shkak të pakujdesis apo në kushtet e neglizhencës. Dashja tregon që ti do ardhjet e pasojat e veprës penale. Përgatit të gjitha kushtet për ta ndërmarrë këtë veprim. Qartë. Bëhesh gati, merr kompjuterat, mëson gjërat dhe bën një lloj hakerimi. Pra, edhe në qoftë se dikush të ka thënë që bëje, të marrësh përsipër, është një veprim të atill, për të cilësuar grup kriminal dhe minimumi ti është 7 deri në 15 vjet brenda, tani kjo ka diçka aty, sepse për atë tenderin, po themi, që mund të ishte për cateringun e ushqimeve, që mund të ishte shpërdorim detyre apo diçka tjetër, tani pyetja që duhet bërë është pse rrezikon kaq shumë burg për të cilësuar grup kriminal. Dhe pse shkon pikërisht tek institucioni më i rëndësishëm që ka të bëjë edhe me një lloj sigurie kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Kjo, për mendimin tim, është një pyetje e cila meriton vëmendje me vërtet shumë të madhe, sepse kemi tashmë edhe skandalin e Akshit. Pra, po të shohim me kujdes nga të gjitha dyert, siguria kibernetike këtu tek ne është me të vërtet në mëshirë të fatit. Në një krah kemi Akshin, ku të gjitha të dhënat tona që ne i kishim aty, tapi, adresa, numrat telefonit, çdo lloj gjëje tjetër, sigurisht, pikërisht. I kemi të gjitha aty dhe kemi një grup të strukturuar kriminal brenda Akshit. Dhe më pas del në krahun tjetër, del edhe ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, që ka dhe 2 persona të tjerë, të cilët mundohen të godasin sigurinë kibernetike të Spakut. Pra, e kupton se për çfarë jemi duke folur? Është me të vërtetë e rëndë kjo që ka ndodhur. Është e rëndë, po mua më duket e natyrshme. Sa më madhe është shtypja, aq më madhe është tentativa e forcës për... Më duket një reagim kundër reagimi natyrshëm apo jo, Sebastian? Dualitet. Po më shumë. Dualitet. Do të thënë, pse? Ti habitesh nga kjo gjë? Që ka njerëz të cilët për të mbrojtur vete duhet të hyjnë në sistem për të kuptuar çfarë po ndodh? Deri më sot ne kemi kuptuar një gjë që mënyra se si kanë funksionuar zyrtarët e lartë mund të ketë qenë me anë të korrupsionit dhe të friksimit. Por ajo që shohim ne tani, duke qenë se janë të friksuar, shkojnë dhe bëjnë veprime të këtilla. Por të rrezikosh veten tënde, po e them edhe një herë, duke u cilësuar grup kriminal, duke rrezikuar që të shkosh 10 apo 15 vjet në burg, tani për një tender siç tha Marsidi, sepse nga pozicioni aty i përthithet vepra e shpërdorimit të detyrës. Po. Për shkak të shpërdorimit të detyrës, tani ti organizon një grup kriminal dhe nga të shkoje 3 vjet. Ti thua ka rënduar më shumë pozitën e tij. Tani është çike çuditshme. Pra nga 3 vjet tani mund të bëjmë. Ose është i papërgjegjshëm. Po ndërkohë si e shpjegon ti? Bravo Sebastian, jam shumë dakord me ty. Si e shpjegon ti Marsid që merresh çdo ditë me se je avokat penalist? Që tipi ndërkohë këtë Agim Ismaili, që ka qenë drejtori i burgjeve në atë kohë që është bërë, ka shtentuar të bëjë ky hakerim, ka vetëm një port, si shpjegon që është vetëm në netim? Nuk ka masë për atë. Sepse vlerësojnë edhe kushtet e masës çani. Pra përbën rrezikshmëri shoqërore për hetimin, a ka vepra të mëparshme penale të kryen ndaj tij, pra ka një sër rrethanash që ndikojnë në marrjen e masës. Fakti që ai nuk është më në drejtimin e një institucioni,
Dhe fakti që ai ka disa rrethana lehtësuese, në kuptimin që është familjar, nuk ka kryer përpara një vepër penale. A do të bëj një sqarim? Pra i bie në elemente rrezikshmërisë. Do të bëj një sqarim ka ndikuar në çështjen e masës. E ka vlerësuar prokurori tillë. E ka vlerësuar prokurori. Më thonë shkarkuar nga drejtori i burgjeve në dhjetor 2021, se bra një lapsus, nuk ka qenë drejtor kur ka tentuar të bëjë hakerimin. Ka qenë zëvendës drejtor. Pra e kupton ka 5 vjet që është shkarkuar. Po. 2022 ka 4 vjet. Nuk ka qenë fare gjatë kohës që është bërë hakerimi, se ky element është shumë i rëndësishëm. Unë pa dashje mendova që ai ishte drejtor kur është bërë hakerimi, po. dhe është shkarkuar më vonë. Ne kam pasur kontekstin që ka qenë në këtë funksion si drejtor. Jo që ka Funksioni më i qenë lartë që ai ka pasur është ish drejtor i përgjithshëm i burgut. Po vetë Gimi shkret, ky Gimi Ismaili, nuk është se merrte vesh nga IT-ja apo jo. Nuk është se ka qenë, nuk është se dinte të hapte, do të marrësh i vesh dhe hakerosh. Ka përdorur ta dy të tjerët si hakera. I treti e ka bërë në favor të pra zoti Roka i favor zotit Gjoni dhe zoti Gjoni më pas të dhëna e ka dhënë zotit Ismaili. Edhe Ermal Beqira. Kjo është raporti midis të treve. I treti në raport në funksion të dytit, i dyti funksion të parë. Edhe Ermal Beqira i të Akshi nuk merrte vesh aq shumë nga kompjutrat, po krijoi një nga skemat më interesante për të vjedhur gjitha fondet publike. Edhe Ergys Agasi, unë nuk besoj se ishte ndonjë matematicien apo ndonjë IT i jashtëzakonshëm që na bënte software-en që ne të maniteshim. Dhe krijoi një nga skemat për të marrë gjithë lekët dhe t'i çonte. Qartë. Ama ka qenë software të mëshëm i rjetëzimit të interesave. Në një lloj Si ka qenë? Software të mëshëm i rjetëzimit të interesave. I kujt? I rjetëzimit I të interesave. rjetëzimit të interesave, po. Që s'është cilësi e pakë. Është më shumë se sa software. Po Se më duke shumë interesant ati për mua, e kam gabim, jam naiv? Se më duke se brenda tyre ka një aventur, ka një ëndër që fle më burr. Që flet, ka një ëndër që ata duhet ta realizojnë patjetër. Ja ta them. Gjithë ta që kam. Ta shpjegoj psikën e tyre të shoh Dale Carnegie thotë që gjithçka, fituesi i çmimit Nobel. Dale Carnegie është fituesi i çmimit Nobel me librin e tij Arti për të fituar miqe dhe pushtet. Nga ka qenë ky tipi? Ky me origjinë ebre, izraelit, dhe thotë që si e ka titullin? Arti për të fituar miqe dhe pushtet. Është një nga librat më të shitur, ka fituar dhe çmim Nobel. Në vitet? Bëhet fjalë për vitet 1960-70, të periudhë vjeçare, dhe ai thotë që çdo njeri, ai që fiton pasurinë, ai që po ashtu ka një veprimtari kriminale, ai që ka një veprimtari publike, pra çdo njeri në atë që bën veprimtarinë e tij, e bën për të paraprirë reputacionin e tij, pra për të thënë fuqinë e tij, ndikimin e tij. Dhe sa më i madh thjet kjo fuqi dhe ky ndikim, aq më i fuqishëm është reputacioni që i paraprin. Dhe që të gjithë ne thotë, ai këto veprime i bëjmë në kuadër të asaj që duam të përfaqësohemi. Dhe ajo që duam që ne ta përfaqësojmë është ose pushteti politik, ose pushteti kompetencave, ose pushteti paras. Dhe sa më i madh thjet, aq më shumë është paraprirja e reputacionit. Shikoj çfarë më shkruan një burim. Para, jo si hije më pas. Jo si hije. Po e ka thënë Talerani atë që burri fuqishëm është ai që i paraprin hija, jo ai që e ndjen nga pas, sipas raporteve trupore. Që të gjithë për këtë luftojnë. Pra që mos jetë hije që duhet të prezantohet vetë pastaj shikosh veprën, po është vepra e tij që i paraprin emrit. Çfarë më shkruan një burim faktikisht për këtë lloj gjëje. Ne po na ndjek në këto momente dhe e përshtat. Për kë? Sa i përket këtij rasti. Nuk kanë hyrë thot as në sistem dhe nuk kanë hyrë në asnjë pajisje. Janë siguruar thot pasuardet e emaileve të 3 prokurorëve dhe nëpërmjet tyre është tentuar kryeprokurori Altin Dumani. Nuk kanë arritur thot dhe është kuptuar në kohë që të 3 këto emaile janë loguar, pra është tentuar që të hyhet në këto 3 emaile nga një pajisje tjetër. Aty është mobilizuar me njëherë për masa më të repta sigurie për përdorimin e emaileve dhe të pajisjeve. Pra nuk kanë arritur që të hyjnë, thjesht janë siguruar 3 pasuardet e emaileve. Aty kanë dashur që të shkojnë tek Altin Dumani. Është një burim konfidencial. Dhe pastaj si kapen këta, si i gjejnë se kush janë? Po në sistem çdo e dhën legj. Si i gjejnë për shembull hakeri, si kapet hakeri? Si arrin të gjen IP-n, si? Nga ka ardhur kjo, nga ka ardhur. Ndonjë le shenjë, si puna një rruge që përshkruhet, nga vizë, nga ndodh thyre, nga ndodh ndryrat. Do të kishim Meksin këtu, ma i kupton këtu. I kupton Meksi këtu apo jo? Po besoj se po. Më mirë se ai se i kupton kompjuterat. Ose Meksi është matematicien. I di dhe këto gjërat e sot të gjithë inxhinierët e softwareve janë matematicien. Pra momenti që unë tentoj të ta hakeroj Sebastian, lë gjurmë. Lë një gjurmë. Po, sigurisht lë gjurmë. Po atëre tentative hakerimit në vetvete, këta e din që lë gjurmë. Sigurisht, mendojnë se janë shumë të suar dhe nuk... Jo, nuk mendojnë, një sekundë. Momenti që unë e di, që se unë jam haker dhe e di që këtë që unë po bëjnë dajteje, që duhet të futem në sistemin tënë, dakor të vjedh të dhanat, që se unë e di që lë gjurmë, unë nuk kam pse mendoj që jam... Unë e di këtë, kjo është fakt. Po, sigurisht. Nuk ka delir.
Po nëse unë jam më i aftë dhe ti nuk e gjen dot gjurmën time, atëherë ti duhet mobilizosh disa shumë më të aftë se mua që të gjesh gjurmën time. Pra në këtë kuptim, pse kemi ne hacker? Jo, pse unë tentoj të bëj një gjë nga e cila e di do kapen pra. Kjo është pyetja më burr. Cili është interesi që e shtyn? Çfarë më shtyn më burr? Sepse je i friksuar. Ti thua bëj nga Afrika? Sigurisht, për sa kohë ti ke... Domethënë, këto të dy ndoshta janë paguar, por edhe të shkosh dhe të bësh këtë lloj operacioni është shumë e vështirë. Domethënë, po merr risk shumë të lartë mbi supe. Me të vërtet po merr një risk shumë të lartë. Pra i bie që Spaku, për t'i gjetur këta, siç i morën hetim sot të Agronin, pa ata dy tjerë i ka marrë përpara? Të tre janë marrë. Të tre ishin tre sot? Jo, sot ishte vetëm Ismaili që jo komunikua edhe masa e sigurisë që është nën... Jo, nuk i komunikua Nuk ka mas sigurie, pra. Është nën hetim. Nën hetim, pra vetëm, po. Është nën hetim. Po. Nuk është komunikuar masa e sigurisë. Por është gjetur që këto dy persona, bashkë me këtë, kanë bërë këtë lloj operacioni për të hakeruar, për të marrë... Janë në akuzë, më thonë, nuk është në hetim. Hetimi është mbyllur. Tani janë në akuzë. Po, janë përfunduar afatet e hetimore. Prandaj u bëj lajm sot. Sepse janë bërë 6 muaj, që nga periudha e mars. Pra hetimi është mbyllur, tani janë në akuzë. Po mas nuk ka. Ata janë të lirë, domethënë. Po. Pra i dhe mund të ikit tipi sot. Po dhe mund të ikim. Që ti e di unë në këtë raste se çfarë kështu. Po s'mendoj që do ndërmarrit ata akt që të rëndoj edhe më shumë. Mos bëni gafë të ikin se jeni të përgjuar, tani në këtë moment. Ja, shumë vonë. Do të shitik përpara. Zakonisht mund të themi Vjen keq. Ja bëni gafë, provojeni. Jeni të përgjuar, pra. Bëhet përpara kur e merr vesh. Arqiviavi iku përpara se të dilte emri. Ha? Urdhë? Arqiviavi i vërtet vdiq. Plasi për Benametin. Arqiviavin tonë. Arqiviavi i vërtet, i 2400 vjetëve përpara, ai ka vdekur. Po. Ai vdiq, nuk është se vdiq sepse iku më burr. S'ka lidhje me ikjen apo jo? Lidhje me ikjen, as pak. Ka lidhje me fatin e keq që i ndiqte. Edhe e vran atë shkretin. E vran si tradhtar, prandaj. Ama e shtyu kohën e vdekjes ti. E shtyu kohën. Po. E shtyu shumë. Mund të se vdekur shumë kohën përpara se ta ratisej në Spartë. Pra, negociatën për shtyr kohën e vdekjes e arriti. Po gjithçka negociat për shtyr ose kohën e Për shtyr vdekjes kohën e ose vdekjes. kohën e lirisë është. Çfarë pere. Thuaj edhe një herë të marsit, lutem se ishe në plan. Çdo lloj Ja një sekond. i ke është ose për shtyr kohën e vdekjes ose për të zgjatur periudhën e lirisë. Këto dyja janë impulset më të fuqishme. Të çdo njeriu. Po. Ramsi për shembull tani në ç'moment është? Ramsi 4. Është nuk mendoj që është në kohën për shtyr Ja një sekond, se nuk janë në plan. fuqinë e lirisë. Fuqinë e lirisë për të marrë vendime, lirisë për të ekzekutuar vendime. Nuk është akoma në planin për të shtyr. Jo. I thua është herët. Është herët akoma. Vdekjen politike flas. Qartë. Është herët akoma, Është thuat. herët akoma. Ka kohë dhe 2 muaj. Dhe 2 muaj? Po. Jo, se besoj atë. Faktikisht nuk e gjeta dot atë për 90 ditëshin. Ajo që u diskutu. Cila? Mos e shfryj lajmi që bën përpara të lutem. Okej, dakor. 90 ditë që ishte thjesht momenti kur do dali sekretari i shtetit të flasi. Po. Po s'ka lidhje pra. Po për 90 ditë do flasi ai, domethënë që ka kohë të korrigjohesh i thon. Do raportohet tek Marco Rubio sa i përket se çfarë do po ndodh me Ballkanin Perëndimor. Po mirë, është një lajm ky apo jo? Është lajm i fortë apo jo? Sigurisht, shumë i rëndësishëm. Atë flitet për Shqipërinë në mënyrë shumë vëllai eksplicite, flitet për Akshin. Në mënyrë singulare. Jo, nuk flitet për Akshin. Po pse? Do flitet fare për Akshin? Akshi në vetvete përbën cënin të sigurisë kombëtare. Ne jemi vend antar i Po se nuk flitet atje për këto, flitet për këto teknologjistë, por vjen keq. Po aq, do thonë emrin e Akshit ata. Do thonë AKSH. O dha, sektorët e teknologjisë, kush merret me teknologjinë? Akshi do godasim grupet kriminale, nuk do merret me emër gjithë shefat e organizatave, janë përfshirë që të gjithë. Tani, më hapur se ka që ti Sebastian, mua më duk ajo ta sikur flitej, sikur kishte bërë ishte për raporti i Sfakut. Që ja kanë çuar atje, kanë thënë ja, fushat të cilat ne nuk po na lënë që të punojmë. Po. 1 2 3 4 5, është çudi e madhe valla. Mua ashtu më duk. Tani unë nuk e di se ku nuk e di Nëse më çon si ka. i lajmi. Tani Po. Apo ky është momenti. Do të vinë ato le jo prap?